Përshëndetje. Të dhënat e censusit dhe analiza e fundit mbi shpërndarjen e popullsisë japin një pamje tronditëse të Shqipërisë së sotme. Më shumë se gjysma e territorit të bashkive në Shqipëri është pabanor, ndërsa kjo shifër në Korçë i kalon 80%. Ky është bilanci i një qeverie që për më shumë se një dekadë ka dështuar të krijojë kushtet që shqiptarët të jetojnë, punojnë dhe ndërtojnë familjet në vendin e tyre. Edi Rama mund të inaugurojë rrugë, fasada dhe kulla, por nuk mund të fsheh dot realitetin. Shqipëria po zbrazet. Po boshatisen edhe qytetet pasi fshatrat tani më janë të braktisur. Po ikin të rinjt, po të kuren familjet, po mbyllen bizneset, po humbet fuqia blerëse, dhe ndërkohë qeveria vazhdon të sillet sikur Shqipëria po përjeton një mrekulli ekonomike. Shqiptarët nuk jetojnë me propagandë, por me rrogën, pensionin dhe me çmimet që paguajnë çdo ditë. Papunësia, pagat e ulta, rritja e kostos së jetesës, qerate papërballueshme, çmimet e larta të ushqimeve dhe mungesa e perspektivës po japin të rinjve një alternativë të vetme, të largohen. Dhe kjo është pyetja që Edi Rama nuk mund t'i shmanget. Pse një i ri shqiptar duhet të qëndrojë në Korçë, Gjirokastër, Dibër, Kukës, për mos përmendur fshatrat, kur shteti nuk i garanton punë, të ardhura dhe një jetë dinjitoze? Pse një çift i ri duhet të ndërtojë familjen këtu kur pagat nuk përballojnë qerat, ushqimet dhe shpenzimet bazë? Pse një fermer duhet të qëndrojë në fshat kur kostot rriten, prodhimi nuk mbrohet dhe mbështetja shtetërore është thuajse inekzistente? Një qeveri që nuk arrin të mbajë qytetarët në vendin e tyre ka dështuar në misionin themelor të politikës publike. Sot Edi Rama kërkon të na bindë se Shqipëria po zhvillohet. Por zhvillimi matet edhe me njerëzit që qëndrojnë, jo vetëm me betonin që ndërtohet. Nuk është sukses të kesh shkulla më të larta ndërsa qytetet kanë gjithnjë e më pak banor, duke u shndërruar në qytete fantazëm. Nuk është sukses të rritësh turizmin kur qytetarët shqiptar nuk përballojnë dot pushimet. Nuk është sukses të propagandosh rritje ekonomike ndërsa familjet përballen çdo ditë me çmime edhe më të larta. Dhe nuk është sukses të flasësh për të ardhmen kur të rinjt po e ndërtojnë të ardhmen e tyre larg Shqipërisë. Partia e Lirisë e konsideron ndalimin e shpopullimit një emergjencë kombëtare, ndaj edhe ka një nga prioritetet kryesore në programin e saj, 5 prioritete për 4 milion shqiptar plus. Shqipërisë i duhet një politik funksionale, punësim real, paga dinjitoze, mbështetje për familje dhe çiftet e reja, politika konkrete për kthimin e emigrantëve, mbështetje për bujqësinë dhe ekonominë lokale, si dhe investimet të vërteta në zonat që po braktisen. Sepse nëse vazhdon kjo politik, nesër nuk do të diskutojmë më për qytete që po boshatisen dhe për fshatra tani më të braktisur, por për një Shqipëri pa shqiptar. Ky është çmimi i qeverisjes së Edi Ramës, një Shqipëri më e shtrenjtë për të jetuar, më e vështirë për të punuar dhe gjithnjë e më bosh për të jetuar. Rama mund të kontrollojë propagandën, por nuk mund të kontrollojë valixhet e shqiptarëve që largohen çdo ditë. Dhe asnjë propagandë nuk mund ta fshehë këtë realitet. Faleminderit.